Policia e Vlorës ka vënë pranga një 45 vjeçar të dënuar në Itali për vrasje. Renald Gjini u kap të martën në lagjen në Rilindja me qëllim ekstradimi drejt Italisë. I dënuar nga autoritetet italiane me 12 vjet e 10 muaj burgim për veprat penale vrasje dhe mbajtja pa leje e armëve, lokalizohet dhe vihet në pranga 45 vjeçari i shpallur në kërkim ndërkombëtar me qëllim ekstradimi drejt Italisë. Policia në njoftimin e saj ka njoftuar se po vijon punën për lokalizimin dhe kapjen e shtetasve të tjerë të shpallur në kërkim ndërkombëtar, bazuar në informacionet e siguruara, si dhe në bashkëpunim me zyrat homologe të Interpolit. Gjini ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi gjykata e apelit Bologna në Itali e ka dënuar këtë shtetas me 12 vjet e 10 muaj burg për veprat penale vrasja dhe mbajtja pa leje e armëve sipas legjislacionit penal italian. Interpol Tirana dhe Interpol Roma janë në bashkëpunim të ngushtë për procedurat e mëtejshme të ekstradimit.